tala në Po shtëpi. Kosova ma sporti nuk i shtet si duhet, Po? kur të plaken prind, duhet me qunë do në pleqve, kur e kam vendin, kur plaken, do me thonë që s'munde më kujdes për veti për asi, edhe thmit duhet më konë pak ma të lira, kupton? Po? Po që edhe për thmit duhet me punu, duhet me gjallnu, s'kan obligim, Ti thua si ta arri një morë saktuar t'ikën do pleqve? Po duhet, që ashtu që, po normal janë ato sende. Po? Normal janë. Mirë. Jo, ai obligim na e kena tjetër mentalitet atje, po kupton? Po? Na e kena si krejt, nuk i kena këto kushte si për shembull si në Evropë. Po? Amo, që tha, jo s'kena obligim da si, jo me ma caktu prindi mu, do më thonë, sa pare mi qita, mi qita. Po, me dërgu, po? Po as prindi nuk ka obligim da i teje, 18 vjetë, si ti mbush 18 vjetë, ti dush me gjithë qare vetit, me gjithë banese, me gjithë punën, me gjithë këtë sendet. Çka nëse fëmijët e tu zgjedhin pas një kohe që ty si baba të dërgojnë do në pleqve, a i kështë prit mirë? Pse po normal, mua mi shkojnë do në pleqve se më në qërë fëmija, pse une po përshka po paguj kontributu, përshka i paguj në për to tatimi këtu. Po dhe nëse kështë me ftash smit të të vinë dhe të më shojnë, ato vinë njëhen javë, më shojnë, gjdo 2 dita, njëhen muja, nëse pse mu ju bo obligimu në të fëmijëve të mi. Gjithkush e ka një jetë, a? Sigurisht. Apo kupton? Po. Gjithkush e ka një jetë. Po, faleminderit shumë për telefonatën, përshëndet. Arza.